Од рано утринава жителите на Форино се обидуваа да ја испумпаат водата од нивните куќи. Поплавите кои вчера го зафатија гостиварскиот регион предизвикаа големи штети во ова село. Još njëra nga shtëpit në fshatin Forin të Gostivardit. Pas përmbytjeve së natës së mbrëmshme, banorët e Forinës gjatë ditës së sotme mundohen që me pompa të nxjerrin ujë nga podrumet dhe shtëpitë e tyre. Situata është e rëndë, ndërsa dëmet në këtë fshat janë të konsiderueshme. Жителите велат дека штетата е голема и дека не спиеле од страв дека надојдената вода може да им го загрози животот. Очекуваат општинските, но и државните институции да им помогнат и да ги надоместат предизвиканите штети. Ние веќе он домет бајдит консидеруешме, прапни вели таш карапа, камам брао миш те при нас, ме то блокува edhe fshati krejt. Shë si pas informacioneve, krejt është problemi është pin Llakavit, ame to ajo I ka lisho ujrat në Balindoll edhe kanë arrit në Forin. Gati gjysmë e fshatit domethënë është përmbis. Ka do me materiale shumë. Si e kanë bërë deri në 12 hakatëm, qesim ujë me motor, me kit me partalla, me kova. Kur u fek struja, matëm, kapitullom. U predatëm. Dame pjot, u malitëm, komën dame pjut. S'kom flet ala. S'kom koment, s'kom. Është një rast se tragedi thonë për njerëzit, por kjo është tragedi jete. Se gjitha që I kemi arri, sa e bona me ramet. Diçka gjëra se ku shfutoha më zbesoj. Ati është shumë dëmë. Se nuk ka gjithë katë. Si dhe vështë? Se di. S'koment s'kom rënd tash se kretë me gurbet të është t'i këmbo. Shefni nuk ka koment që tregoj unë. Kjo de facto de jure. Life e keni bëhajnë. Unë qëtër gjë nuk di. Uj ka gjim të metre. Mrenda. Si t'ja bësh halin? Pa halin që ne morë një motor, ta qes ka pak për jashta. Sa të mundem, këtë ka një motor shlat, motorin e vogël. Ai ka huta gjenë ngropë, se ndërat e kom kopatët, kom vuë një ngropë. Pa pas struj s'kishim, pra unë ndar strujene. Që qashtu, qidja bëjmë halin qashtu. Од општина Гостивар известуваа дека е формиран кризен штаб и дека со машините на општината и приватните компании се обидуваат да им излезат во помош на жителите. Ne si komunë, me të gjithë institucionet kena qenë në bashkëpunim dhe të gjithë qytetarëve I na mundu të ju dalim në ndihmë. Zonat më të prekura në komunën e Gostivarit kanë qenë fshati Forin, fshati Llakavic, Turqani Vogël, disa lagje të qytetit, por ne si komunë kena qenë në bashkëpunim edhe me banorët e lagjës. Nga të gjithë këto të zonat të cilët I përmendëm, pika më kritike ka qenë në fshatin Forin. Në fshatin Forin, komuna e Gostivarit me të gjithë potencialin në të cilët I ka pas institucionet, kena qenë në bashkëpunim me këto banorë të ju dalim në ndihmë. Според жителите на Форино, ваква поплава се случила само во 1979 година. Тие очекуваат општината да направи проценка на штетите.